2 vite më parë, gjithçka nisi si një ide, për ta kthyer bregun e lumit Iber në një hapësirë të gjallë, ku qytetarët e Mitrovicës do të mund të ecin, të shëtisin e të marrin frymë lirshëm mes gjelbrimit dhe qetësisë. Sot kjo ide ka marrë formë. Shëtitoria që lidh qytetin me liçenin akumulues tashmë është pothuajse gati. Me një pamje të bukur dhe hapësira funksionale, ajo është kthyer në një arterie të re të jetës publike. Ndërkohë që po përfundojnë edhe detajet e fundit, qytetarët kanë filluar ta shijojnë këtë hapësirë të re, një vend për relaks, sport dhe shoqërim. Kjo shëtitore nuk është vetëm një rrugë e re, është një lidhje e re mes qytetit dhe natyrës.